Mbrëmja e djeshme në shtëpinë më të famshme në Shqipëri solli një përballje të fortë mes Eglit dhe Gjesit, ku biseda e tyre shkaktoi edhe një reagim të ashpër nga ish konkurrenti Xhu Mallushi. Gjatë debatit me Gjesin, Egli përmendi Xhumin duke thënë: "Më ka dhënë shumë çka për të besuar, ndaj ndjenjave të Xhumit nuk mbaj asnjë përgjegjësi, sepse ja kam prerë, ti nuk ma ke prerë." Kjo deklaratë nuk i ka pëlqyer as pak ish banorit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, i cili ka reaguar menjëherë në Instagram duke shprehur pakënaqësitë e tij me një sëri postimesh ironike dhe të ashpra. Kur folin shumë njerëz për dinjitetin si me fol Ulbasha për matematikën, ndërsa vazhdon më tej, i thonë një shprehje: "Nuk e la dot marmalatën me çaj jeshil." Mos më përmendi me emrin Taksirat, Nazuri Lemza, shkroi Xhumi ndër të tjera. Më pas ai është drejtuar direkt Eglit duke i kujtuar se Gjesti kishte thënë hapur se nuk kishte ndjenja për të. Tjetri ta ka thënë në sy 1000 herë nuk kam ndjenje etj. Ta ka prerë 1001 herë. Me që the që s'mban përgjegjësi që ma preve mua, kështu që bëhu reale, kokër manjake, se se arritet dot me bo lojën dhe s'të funksionoi. Dole jashtë, pe çfarë lloj degradimi kishte për vetes dhe hyre prapë për të larë çelin me kamomil. Nuk të jepja më pikë rëndësia as të përmenja më emrin, por me që më përmene emrin tim, tung dhe ruj followersat, se po shko grop, ishte postimi i Xhu Mallushit.